Shqipëria ka miliarderin e saj të parë. Një sipërmarrës shqiptar është futur në listën prestigjioze të Forbes për njerëzit më të pasur të botës. Ai është Samir Mane, themeluesi Balfin Group, i cili ka arritur të grumbullojë një pasuri prej 1.4 miliard dollarësh. Forbes e ka renditur në vendin e 2356, duke i njohur për investimet e tij të mëdha në qendra tregtare, dyqane elektronike dhe pasuri të patundshme luksoze në Ballkan. Pas një rrugtimi që nisi në vitin 1993, Samir Mane krijoi Balfin Group, një nga grupet më të mëdha investuese në rajon dhe tashmë ka zgjedhur të investojë në vende si Austria, SBA dhe Kanada. Forbes raporton se tani ka më shumë se 3.000 miliarder në mbar botën, me një pasuri të përbashkët prej 16.1 trilion dollarësh, ndërsa SBA, Kina dhe India janë në krye të listës. Për më shumë informacion, klikoni në telegrafi.com.